Punoj në një zyrë të vogël, në të njëjtën rrugë prej 5 vitesh. Çdo mëngjes e njëjta rutinë, zgjohem, përgatis djalin për shkollë, dal vrap, kap trafikun dhe ndalem te kafja përballë zyrës. Atje punon ai, Gentiani. Djali i qeshur, gjithmonë me sy që qeshin para fjalëve. Fillimisht ishte thjesht baristi simpatik që më dinte porosin përmendësh. Por pas disa javësh, ndodhi diçka ndryshe. Është nga shtëpia sot, më tha një mëngjes dhe nuk pranoi para. Pse? E pyeta. Sepse sot dukesh më e bukur se zakonisht. Ajo fjali më ndoqi gjithë ditën. Dhe çdo ditë pas saj. Më bëri të ndihesha ndryshe. Gruaja që unë kam qenë dikur, para martesës, para fëmijës, para lodhjes. Një mëngjes më ftoi për një kafe të vërtet jashtë lokalit. Pranova. Isha kurioztare, por edhe e zbrazët. Gjatë atij takimi, më tha. E di që je e martuar. Nuk të kërkoj të ndahesh. Por e di që nuk je e lumtur. Fjalët e tij më thyen. Sepse ishin të vërteta. Ajo natë nuk mbaroi me kafe. Përfunduam në shtëpinë e tij. Trupi im u dorëzua me lehtësi. Ai më shite si grua, jo si nën, jo si bashkëshorte. Më preku me kujdes. Më dëgjoi pa më gjykuar. Dhe më bëri të ndihesha e gjallë. A është gabim kur e vetmja ndjesi që ndjen vjen nga dikush që s'duhet?